Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo është receta natyrale për të zhdukur përgjithmonë problemet e kapslëkut. Një nga problemet më të zakonshme që na shfaqet përgjithmonë janë edhe problemet e jashtëqitjes. Në këtë video, sipas Brightside, do të rëndisim disa nga mënyrat shtëpiake për të lehtësuar kështu problemet e kapslëkut. Soda e bukës. Soda e bukës mund të përdoret në mënyra të ndryshme. Është një nga recetat shtëpiake më të përdorura në kuzhinë. Ndihmon në lirimin nga kapslëku dhe në dhimbjet e barkut, sepse përmban edhe karbohidrate, inkurajon largimin e ajrit nga trupi, që është mënyra shumë e mirë për të lehtësuar presionin dhe dhimbjet, po ashtu ekuilibron nivelin e pH-it në trup. Një tjetër zgjidhje alternative për të lehtësuar këto shqetësime është edhe aloe vera. Jo vetëm nëse jeni të prerë diku ose ju është të djegur lëkura, aloe vera gjithashtu është një mënyrë shtëpiake për barkun tuaj. Gjeli pastër nga bima shëruese aloe verës mund të përzihet me lëngjet e frutave dhe pije të tjera në mëngjes për na bërë një mënyrë që stomaku të ketë më shumë siguri. Vaji i farave të lirit. Vaji nga farat e lirit vepron si një mbështjellës ose si një pallto për linjat e murit të stomakut, e cila ndikon pozitivisht edhe te jashtëqitja. Si rezultat i kësaj përmirësohet puna e zorëve. Vaji nga farat e lirit mund të përzihet me lëngu nga portokalli dhe kështu nuk do të keni më telashe me kapslëkun. Kafeina. Po ashtu edhe kafeina vepron si një stimulues për stomakun tuaj. Kafeja ndikon që të urinoni disa herë, kjo për faktin se është një diuretik, por edhe këtu duhet të keni kujdes me sasinë sepse konsumi i tepërt i kafeinës ju bën të dehidratuar dhe dehidratimi do të thotë probleme me kapslëkun. Një tjetër produkt shumë i mirë në lehtësimin e problemeve tuaja të jashtëqitjes është edhe limoni. Një alternativë shumë e kënaqshme për sistemin tuaj tretës të zorëve, duke ndihmuar kështu edhe në lehtësimin e problemeve të saj. Lëngu i agrumeve është një stimulues i atashëm për sistemin tretës. Është një përbërës i mirë në largimin ose hedhjen jashtë të elmeve të grumbulluara në trup dhe organizëm, si dhe materiet e tjera të patretura që janë të ndërtuara në përmuret e zorëve. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit edhe këtu ndihmon. Ky lloj vaji ndikon në lëvizjen e gjërave në zor. Cilësia dhe kualiteti i vajit të ullirit e shndron këtë lloj të vajit në një ikonë kundër problemeve të kapslëkut, të cilat mund të përdoren edhe në kushte shtëpie. Kapslëku është një gjendje shumë e dhimbshme e trupit që ju bën të ndjeni të fryrë, por ka mënyra natyrale në kushte shtëpie që mund t'ju vinë në ndihmë në këto raste. Sot buke me ujë të ngrohtë. Miksoni një lugë çaji me sot buke në një çerek filxhani me ujë të ngrohtë. Kjo do të lehtësojë dhimbjet e kapslëkut dhe do ju bëjë të ndjeni më të çliruar. Hidratohuni. Duke qenë i dehidratuar dhe anashkaloni ushqimet tuaja laksative do të krijohet kapslëku, pra duhet të pini sa më shumë ujë. Thuhet se pirja e ujit të gazuar të bën mirë pasi hidraton dhe problemin tuaj. Hani më shumë fibra. Duke pasur fibra të mjaftueshme në dietën tuaj, ndihmoni që zorët tuaja të lëvizin më shumë në mënyrë të tillë që ushqimi të kalojë më shpejt. Fibrat e tretshme jo të fermentueshme të tilla si psyllium janë në lloj që ndihmon në lehtësimin e kapslëkut. Ndaloni së ngrëni bulmet. Ushqimet si djathti akullore, qumshti dhe produktet e tjera të qumshtit mund të shkaktojnë kapslëk. Kjo është për shkak se ato mund të ngadalësojnë në lëvizjen tuaj të zorëve. Eliminimi ose reduktimi i qumshtit mund të ndihmojë në lehtësimin e kapslëkut. Lëvizni më shumë. Aktiviteti fizik është i mirë për shëndetin tonë në përgjithësi, gjithashtu mund të ndihmojë me kapslëkun. Lëvizja mund të ndihmojë në lëvizjen e zorëve, ka dhe ushtrime të caktuara ose yoga që ju mund t'i bëni për të ndihmuar kundër problemeve të tretjes. Pini kafeinë. Pirja e kafeinës mund t'ju ndihmojë të çliroheni. Kafeja stimulon muskujt e sistemit tretës, gjithashtu përmban sasi të vogla të fibrave të tretshme që ndihmojnë në përmirësimin e ekuilibrave dhe bakterieve të zorëve dhe mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë e trupit tuaj. Pini çaj me limon dhe mjalt. Përgatisni një çaj duke shtuar mjalt dhe limon në ujë. Mjalti është një qetësues dhe gjithashtu ndihmon në zvogëlimin e thartirave të çajit të shkaktuar nga limoni. Limoni vepron si një stimulues natyral për sistemin tretës dhe ndihmon në largimin e toksinave nga trupi. Pini më shumë ujë. Burrat duhet të pinë të paktën 3.7 litra lëngje çdo ditë. Gratë 2.7 litra lëng.
Kjo për shkak se jashtëqitja e thatë e fortë është shkakumi i zakonshëm i kapsllëkut, dhe pirja e mjaftueshme ujë do të mbajë trupin të hidratuar si duhet, do ta bëjë më të lehtë kalimin e jashtëqitjes. Uji dhe lëngjët e frutave janë më të mira për të luftuar kapsllëkun. Lëngjët e dardhës dhe të mollës janë në laksativ të butë natyral, kështu që mund t'i bëni mirë dhe do t'i shtoni në dietën tuaj. Shmangni pjet me kafeinë dhe sodë pasi ato janë diuretike, në vend që t'idratojnë trupin tuaj, ato vërtet do të lëshojnë më shumë lëng nga trupi. Hani ushqime me fibra. Ushqimet me fibër veprojnë si laksativ natyral. Jo duhet të përfshini të paktën 20 deri në 35 gram fibër në dietën tuaj ditore për të shmangur kapsllëkun. Produktet që janë të pasur me fibër janë lakra, mollët, fiqt, drithrat, krundet dhe fasulet e zeza. Farat dhe arrat si kungulli, susami, lule djedhi ose farat e linit janë gjithashtu burime të mira të fibrave. Por kujdes, mos hani fara liri nëse vuani nga çrregullimet e gjakderdhjes, problemet e zorëve ose presioni i lartë i gjakut. Nënat shtatzana dhe ato që ushqejnë me gjitë duhet gjithashtu t'i shmangin. Përfshini kosin në ushqimet tuaja, por qëndroni larg produkteve të tjera të qumshtit. Edhe pse këshillohet të qëndroni larg produkteve të qumshtit nëse vuani nga kapsllëku, kosi bën përjashtime. Kosi përmban probiotik, të cilët studimet kanë treguar se ndihmojnë në shpeshtësimin e jashtëqitjes dhe padhimbje. Mënyra se si qëndroni ulur në shtëpi ka ndikim të jashtëqitja juaj, dhe është e rëndësishme të tregoheni më të kujdesshëm dhe të konsumoni ushqime të duhura për të ndihmuar kështu kundër problemeve të tretjes. Kapsllëku është një gjendje karakterizuar nga më pak se 3 lëvizje të zorëve në javë. Mund të ndodhë papritur dhe të zgjasë për disa ditë dhe javë me radhë. Për fat të mirë, ekzistojnë disa metoda shtëpiake gjithashtu dhe mjekësore për të lehtësuar këtë gjendje. Në këtë video ne do të shqyrtojmë disa nga simptomat, opsionet e trajtimit dhe mënyra se si të evitoni këtë komplikacion. Kapsllëku shkakton vështirësi gjatë lëvizjeve të zorëve. Kjo ndodh kur jashtëqitja lëviz shumë ngadalë në zorën e trash ose kur procesi i zvarritjes i zbrazjes është i vonuar. Në mënyrë tipike, shumica e rasteve të kapsllëkut zgjasin nga disa ditë në javë. Megjithatë, njerëzit me çrregullime kronike gastrointestinale të tilla si sindrome e zorrës së irrituar mund të përjetojnë kapsllëk në një periudhë shumë më të gjatë kohore. Simptomat që lidhen me kapsllëkun përfshin dhimbje barku, lëvizje të vështira të zorëve, fryrje. Në raste të lehta, gjendja mund të përmirësohet vetë, por nëse simptomat përkeqësohet mund të ndodhin kushte serioze si gjakderdhja, dhimbje të forta abdominale, të përzjera të vjella, humbje ureksi ose peshe. Kapsllëku mund të shkaktohet nga disa faktorë. Disa ilaçe të tilla si laksativët, holluesit e gjakut, përdorimet e kalciumit dhe diuretikët mund të ngadalësojnë lëvizjen e sistemit tuaj tretës. Për të lehtësuar kapsllëkun e butë deri të moderuar, ka disa strategji që mund t'i provoni në shtëpi. Në rastin e kapsllëkut të rëndë është më mirë të shkoni tek mjeku në mënyrë që të gjeni kombinimet e duhura të ilaçeve dhe ndryshimeve në jetën tuaj. Ndryshimet e dietës dhe stili jetesës janë të rëndësishme për të parandaluar dhe lehtësuar kapsllëkun. Zgjidhni ushqime të pasur me fibër si fruta dhe perime dhe mos harroni të pini mjaftueshëm ujë çdo ditë. Hiqni ushqimet e përpunuara nga dieta juaj dhe siguroni të mos i anashkaloni vaktet. Përveç kësaj, ushtrimet e rregulltare 3 deri në 4 herë në javë mund të kenë efekte pozitive në tretjen tuaj. Është e rëndësishme të përgjigjeni nevojës tuaj për të bërë jashtëqitje kur e ndjeni dhe të mos e mbani atë. Gjithashtu, nëse keni jashtëqitje për 3 ditë ose në një gjendje që nuk e bëni dot, atëherë është e rëndësishme të kontaktoni mjekun tuaj. Gjithashtu, nëse keni simptoma të rënda si dhimbje barku, të vjella ose gjak në feçe, sigurohuni të kërkoni ndihmën e duhur mjekësore, pasi në të kundërt problemet tuaja do të jenë më të rënda. Në ndihmë mund t'ju vijë lëngu i mollës. Një mollë në ditë mund të mbajë larg kapsllëkun. Ky frut i mrekullueshëm është i pasur me fibër minerale dhe vitamina që ndihmojnë në parandalimin e kapsllëkut. Përzieni një mollë gjysmë lugje çaji plur, kopër dhe gjysmë filxhani me ujë në blender dhe më pas e konsumoni. Kopra përmban fibër dietike që ndihmon në mbajtjen e ujit në jashtëqitje. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.